Të dashura Adele, ja ku takohemi sërish së bashku. Në fakt, më mbaroi malli dhe erdha t'ju flas përsëri. Të dashura Adele, ne po mendojmë vetëm për ju, se si t'ju mjelim sa më mirë, dhe kur t'ju mjelim t'ju vi qejf. Të dashura Adele, ne po përpiqemi të bëjmë reforma në të gjitha fushat. Në fushat me bar, në fushat me ashash, në fushat e futbollit dhe në fushat të tjera. Megjithatë, janë disa kazan ku na kanë shkruar emrin, por në fakt kazan janë disa parti politike, të cilat nëpërmjet kazanëve të tyre duan të na kazanizojnë edhe ne. Por unë personalisht dhe forca jonë politike ka dalë tashmë nga ky kazan dhe po kërkon kazan të tjerë, sepse ne si forcë politike po punojmë seriozisht për ju të dashur Adele, duke bërë reforma të ndryshme në ato të cilave ne do të sjellim lulëzimin në vitin 2020, jo lulëzim e keni vetë parasysh ju. Pra të dashur Adele, ne jemi të angazhuar sinqerisht për të bërë një reformë shumë serioze, sidomos në çështjen e plerave dhe të mbetjeve, që ju i quani plera, ne i quajmë mbetje, në fakt ato janë lëndë e parë ushqyese për mushkërit tona. Është e vërtet që ju mund të mureni nga ajri ndotur, por mendoni pak për 3.000 familje të cilat paguhen nga kjo gjë dhe në fund të muajit marrin 100.000 lekshin dhe jetojnë të lumtur e të gëzuar. Shkoni dhe shikoni vetë nëpër landfillde se sa të lumtur janë njerëzit. Shkoni dhe shikoni vetë se sa të lumtur janë ata që bëjnë ndarjen e kanaçeve dhe të mbetjeve të tjera. Pra, ne do ta kthejmë Shqipërinë në një vend më të lumtur për gjithë ju. Do ketë kanaçe për gjithë. Do mblidhni dhe do jeni të gjithë të lumtur. Të dashur Adele, ne mendojmë si t'ju afusim në kokë këtë ide një herë mirë. Pra që mendojmë vetëm për ju. Kështu që ta ndani mendjen një herë mirë që do të ketë vetëm reforma. Është e vërtetë që tekstet janë skandaloze, por nuk do të thotë se nuk ka reformë në arsim. Është e vërtetë që po ndodhin krime çdo ditë, por nuk do të thotë që nuk ka reformë në polici. Është e vërtetë që ne nuk po bëjmë asgjë, por nuk do të thotë se ne nuk po bëjmë asgjë. Është e vërtetë që mua më vinë vërdall mizat, por nuk do të thotë që unë jam nejse. Është e vërtetë që në spitale mungojnë ilaçet, por nuk do të thotë që reforma në mjeksi nuk po bëhet siç duhet. Është e vërtetë që nuk ka drejtësi, por nuk do të thotë se ne nuk po bëjmë drejtësi. Pra, është e vërtetë që Çka ke ta ulant se po i flas ditë për ditë deleve dhe nuk dëgjoj mirë na veshët se i kam bokset të veshët. Çka ke? Me sa sheqer e do kafe? Pa bëj si që bëj Fatosit. Ik tash. Pra, të dashur Adele, ne do t'ju angullim një herë mirë këtë mendim në kokë. Sepse ky është një muhabet që po vjen nerë. Po vjen nerë. Tasolla! Kargjos, unë vërtet nuk dëgjoj mirë nga veshët. Pa marrë nuatin e kam shumë mirë. More vesh, more thoj. Po thash nga që zgjoj edhe. Ik tash. Pra, kaq kisha dashur Adele, shihemi javës tjetër. Taulant! Hajde! Mudi!